domaćisi Ermali i burs, studime, që të bashkojnë muslimanizmin e kristianizmin. Ermali. Shqipëri bashkë. Shqipëria bashkë. Zhaku nuk ishte gotat e tjera? Po, ishte. Se ti s'ke got? Jo. S'ka problem, shkoj e marrë vetë, nuk ka problem. Leja mos e lu, na, ja, me e pitë. Jo, i pjerë që ka kjo që ka gati për të thyrë. Ama mos. Opa. Shpëtoj. Vetë mos thyrë, të isë me hapë. Që që gësë. Boja si unë me forkim. A Indri ti e musliman? No, po. E katolik? Po, i na vëjtë bashkë, ta. Po. Ne ishim në vetë familje katolike, një... Lagje. Lagje, Po shumë familje në Shqipëri janë mami musliman, për shumë babi Katolik. kristian, ortodoks, si që shma Po, shumë bati shtu. tim. Mami pak zunë. Babi edhe beson dhe s'beson. Ata të mitë besojnë të dy. Motra e pak zunë, po... Ta merak se e pi nga shishja. Me shqipë. Hedhim këtu? Sara, hedhim këtu e pim të dy? Me 2 pipa. Ska gjë. S'është hera e parë që pim të dy e një gotë. Pijeni me pipë. Ne ja dalim. Ja, himi dal pa gotë fare? Jepi Sara, inauguroja. Jo, ja, e zgjita me sonë, nuk ka problem. Ta zgjidhim më vonë. Ua, Po, kjo dielli do më thënë. Po, është asle me boa si vë punës. jo, tani jo. Sot e që të merë. Së shëmë, dhe sa pina. Amanin për sketë. Se ju, ata kishin quat e çunat ma vonë në mazditja. Usha e qadra moda atje që e kanë pas lëviz, qëm të pishina. S'ka qadra pishina. Ajo që është me platformë. Është këtu mas fakirit. Një qadra moda që e qënë. Aty. E kanë pasu këto kush. Aty. Aty trujt zoti aty. Aty trujt zoti, e shumë i fortë. Bravo. Në këtë rast përshëndes dhe shokun tim që i qëndron aty. Trujt zoti. Me marrë atë qadrën, vis. Nga që aty. Pastaj jo, nofta se në leta gjia rrugës, po. Ishte njërë si zhduket. Në ka bdili, po i qik nga mazditja. A ka qenë dhe i sa e mërë në telefon, trujt zoti. Po nuk e dija që kjo ishte shpreja. Or që ka kjo me mu trujt zotin, nga di do ashtë trujt zotin e ty. Ai, faleminderit shumë. Që që thash kjo e pas kam i gjithme? Faleminderit. Më mirë se më trujt zotin. Si mësu, jo? Alo, si shkon kam i po... A, mi më prafë në Trujt zotit. Që kam keqo? Thash shumë, kur mori herë tjetër thash. Trujt zotin e ty. Faleminderit. O, thash kjo e pas për i vërteti E ka këtë. seriozisht. Nuk kam më parë. Dhe një rast me gruën Hajsha Buk, dhe çdo herë kur hajna Buk e thojna një fjalë Zot na fal. Sa? Edhe 1, 2, 3, ta shpjegoj. Se kur vritën kafsh, duhet më vra në emër të Zotit që po dënë edhe duhet me hanë Zot na fal. Edhe faleminderit. Së më kuptoj nga asë më gruja Zot na fal një herë, Zot një dy herë. Ue, është muslimane apo katolik? Jo, i vjek. Jo, musliman. Nuk ka problem, o zhak. Lëre se e Lere me mbyllëm. se janë të pikë shu herë, jo në herë tjetëra. Herë të dyja. Se aty janë gota. Po lëre tani se basta i kanë Se e quë dhe ti zë të herë më të vëllinë. Vazhdo, s'ka gjë. Hajtë gëzuar pra. Gëzuar. Marsi, shala. Do të mirë. Pak muzik, po dhe ishte bukur.
Po, sare, a hongre kështu ti? A hongre baklavati? Mes të tekstit Do të pjesën tjetër? kanë një fjalë që nuk është Mirë të pjata si. në rregull. A mirë, faleminderit. Na, sikur e hongre ti për shembull. Sabi kamë, duke se e ke marrë gjithë. Po të mirë, ke hongre buk deri në fund. Ti vendosni edhe pak sa montana baklavas tani, disa mirë do ishte për ju? Pa i lokali që kishte sjell karkalecat atë natë si quhe Do Rafaelo? të përshëndes. Rafaelo. Rafaelo. Interesant. Po sot jemi aty. E di. Aty. Jemi aty te Realdo. Dëgjuar Realdo. Të nduar këtu. Këto bukët i kanë fiksim. Bryçen. Edhe më jam shumë qetë. Në mëgjes këto janë Janë ato që fantastike. preferoj gjithmonë. Sara më marrë Ndajmë me gaz. të bërehun për gjithë. Hajde gjithë. Unë e mbylla në shtëpi, ta fillon të E ndajmë pas se unë desha ta provoja. Po, patjetër. Faleminderit sa. Preferon koren apo mesin? Copën më të vogël. A çadra që do nejt aty mund të jetë për një... Jo, nuk është kjo më e vogël, është më e madhe. Unë se dua. Pse e kujtë? Do të jam Sa më më të se madh. të bëba ja, më bëtë. Faleminderit. Ku çadra? Punë ke lavanderia. Jo. Tjetë një gjë tjetër më? Jo, Po pra, tjetë një gjë tjetër. për këtë më bëtën. Jo, ja, Them kështu si vend qëndrimi. Vetë se të bëni përpara ditë festet, shtronin drekën për ne apo të ishin çadër? Po them këtë me po them lezetshëm do jetë që për një gjë tjetër për shembull, tjeta e çadra tash nga A këtë mund të jetë shkojmë për tjetër. shembull pas dita aty? Në dark, mund të jetë lezetshme ajo kur është shpreh. Jo jetë. Apo Po, bëhet ftohtë gjatë natën? ditës, domethënë vetëm tu e pa. Besi se Ja, bëhet gjatë ftohtë. ditës tash aty s'ke shans. Sa ke temperaturën rend? Po zoti. Po për zotin, në Besi se qidim. bëhet ftohtë. Ka fakt gjithmonë njeriu. Shkoni ju gota. Njeri i mirë. Po, bëjmë girls night aty. Ikem sonte. Shumë pyetje më janë. Qofse më lejoni ta tregoj se unë Tregoje me që Ishim lapat atje mbrapa ne. qofse më lejoni Goca. ta tregoj, ja u tregoj me gjithë. kënaqësi. Çfarë është? Pra më po pyes për çka e ka lënë Zoti fjalën Kurban Bayram. Aha. Sepse në kohën e paganizmit ose të vikingsave sene, njerëzit sakrifikonin vetën për besimet e tyre, e sakrifikon të njeriu, do të me vdek dikush, po, edhe për këtë arsye, Zoti e ka shkruar në librin e Kuranit, do me thonë që ma mirë me prej një dele ose një qingj, se mu prej njeriu, ose mu ndodh këto, se edhe ato kam pas nominime, pse mu prej, pse mu bëhe sene, Zoti e ka zgjedh, ma mirë le të prejet një kafsh, edhe për çta është Kurban Bayrami. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Bukur dhe njerëz. A mund ta plotësoj me ato religionin kristian nga përkasun, sepse njeriu konsiderohet kryevepra e Zotit. Po, Nga gjithë çfarë bëri Zoti, pra që nga universi, kozmosi, planetet, toka, gjithçka, ai që ishte i fundit që u krijua është njeriu dhe ajo është kryevepra e Perëndis. Ja përmendet edhe në Kur'an. Nuk e di, po, okay. Po që unë e di ndryshe ka qenë historia kur një profeti është ai ka dashur, ai besonte shumë në Zot. E donte shumë Zotin, thashë thoshte që unë për Zotin bëj gjithçka. Dhe e ditë Zoti i thot i del në ëndër dhe i thot nuk e di cili profet nuk kujtohet, do më falni. Edhe i thot që okay, ti do shkosh në majtë e një kodre dhe ti do flijosh fëmijën tënd për fëmijë. Po, është në katolicizëm ajo. Jo, edhe në kristianizëm. E kanë edhe Bravo. Po pra krishterëm. Judaizëm. Po po, jo në muslimanizëm. Edhe ata e njohin Abrahamin. Edhe gjithë ne njohim gjithë. na njohëm çdo profet, ne Jezusit i thojna Isa, Edhe Abrahamit i thojna Ibrahim. ai është nisur me fëmijën e tij se majmen si e ka pasur me djali vet. Niset drejt kodrës dhe bëhet gati për ta fliu.
Në atë moment nuk e maj mend të drejtën. Se tash s'po më kujton. Në atë moment ai bëhet gati për ta fliju fëmin e vet dhe në atë moment shpata nuk e pret qafin. Shfaqet Zoti. Ajo shfaqet ajo ishte pa është pasën me mësion, është me mësion. Dhe ta mbaroj kostum. Po njëta gjë, njëti tregim të ta kupton se është se ke lexu librin. S'ka lidhje. Është njëta gjë për gjithë. Edhe në atë moment Zoti thotë që ishte një sprov për ty, por ti nuk për besimin që ti kishe ndaj meje dhe dashurinë që ti do t'tregoje ndaj meje. Edhe atë moment ky pastaj u quajë dhe kurbani që në vend të njeriu të bëj kafsha dashi. Të gjitha fetet më vonshme u quajtën fetë abrahamike, me qënë se rritnin pikërisht në atë. Po, ne... Ba, se kanë qujtë fetë, se kanë danë. Quajnë abrahamike. Ne qujna profet edhe Isën, Jezusin, ne qujna profet Abrahamin. Gjithë. Mojsiu t'i thojna Musa. Gjithë profetat. Gjithë ka vjerë nga judaizmi. Se është profet, Jezu. To pasaj ndarë që i japin njerëzimi. Biri i Zotit, nuk është profet. Për neve është pak fjole e rona. Nese pastaj unë i ten shumë thellë dhe shumë diskutime. Kërkon fare që këtë religionin, Zoti thotë unë jam një dhe vetëm një, besoni tek unë, hajdeni tek unë sa herë keni nevojë. Jo, ajo është është debati thellë ai pse bëhet politik. Mos krijojmë më kesh kuptime sot se është festë. Mos krijojmë polemika. Është festë. Po, fiks. Ne Zoti për gjithë do të takojmë gjithë inshallah. Se historira pasaj qënë të historira tjera. Po, bravo Ili. Po. Shkon xhami? Po. Ti është një korrigj. Jo, e sakte, po. Fillon pasaj gjëja. Unë si kisha vore, vonë kam vore. Jam 5 vaqë, po pramtën e kam kështu. Do dhe një, ka nevojë dhe për një pikë caktuar që ta dallosh, se sa më larg aq më mirë do. Ja këtu për shembull dukur kam rrafshës. Vreshti, ka jo paqa kodrës. Është vreshti bukur edhe. S'kan qenë këto... Pas kam për të zi keq, po jo po më hashu. Ruje dhe të premda. Ndaje? Premte kena se be puna me më ndonë vigja për parë. Premte në marro misioni, lele. Nuk timi i mbaron këtu. Po e ke thënë, po. Premte në maron... Edhe pres të njëjtën skenë. Me aty kanë 2 muaj që thotë të fjali. A, ose ti unë këtë radhe kam në gjumë. A i thotë të premte në maron kështu dhe fillon... Në misioni tjetër. Po, misioni tjetër. Edhe pres të gëzohesh aq shumë sa u gëzove kur më çon këtu. Premte në maron prajmi i 19. Dhe hym për prajmi është më mënë qërë se ti m'bjen keq, ti e këtu. Të premte në maron prajmi i 19. Dhe hym për prajmi në 20. Kujdon me dalë vetë. Po le, qa do fërë, qa do në vërën e tjerë. Në këtë do rrimë e tjerë. Kushe ma bëjmë mu supën e pullës? Ta për unë mimoza. Se ke provu supën time të pullës ti? S'ka rralla, s'ka lo rralla. Gatimet e Ilirit, nuk e di qa janë. S'ke ngrë nga të mjatë shumë. Po si s'ka ngrë, një bizeret e tua nga, po s'krasohen me gatimet e Ilirit. Pasi ti ki Sara mund të ta bëj dhe unë. Pa. E kështu me rrallë, kupton pa merak, pa pull, pa su pulle nuk do ngelesh. Nuk do mbetesh. Shiko. Ose mësojmë nga Iliri që Atë tani që edhe kisha kur për pike. ta thënë, unë e thash, nuk luftoj më. Do t'ja për i Kjo cene. s'ka një situacion bukur me qëra fjallë. Ose mund t'i ki moza dhe s'ka nevojë me bës supule. Nuk t'ja përgjigje, se daj përgjigjen publiku. Pa, patjetër. Ose, unë të asistoj mund dhe gjini sot, të dy. Të dy krevepër do ishte. Do dali gjithë se cili, ti kur të maroj kur këtë mësuni... Njëse si ti e di shumë për qajnë në shumë lëra ha. A i numrova të legët që gjetën? Ishën fikë? Inshallah. Liri, edhe në qofë se ndodhë nominimi, publiku, televotimi. Publiku e di shumë mirë çfarë janë fjalët që dalin nga gasmimi psiqik dhe çfarë janë fjalët që kanë dalë nga një gjendje e qetë racionale. I ndan ato, shikon dhe nivelin edhe vendos. Kështu që nuk të kap kalemi ty, më vjen keq që je pref kot. Je
pref kop, Lali. Se kuptove, te i tha. Sa nuk e ke. Je pref kop, je keq. Po misioni mbaroi. Misioni do rish pas misionit, ka dhe njerëz që i kanë marrë misioni edhe rrin aty. Derisa t'ju vi pensioni. Nuk është punë misioni. Është dhe punë pasioni. Dikush ka pasion që të rish këtu do rish. Më shoj karrikës deri. Një burr që ishte aty, e kthyen thanë depo kështu ushqimi të kafshëve. Edhe nga që ajo kishte është Se ke zakonti, i ke e ut kovën me qumë. Mos e ut kovën tate me qumë, se ta ruj unë. nuk na Aty, për një gjë. aty. Se s'po e thëmë qenë birqeni se e marrin për keq. Jo, aty, restoranti, aty. Po, s'ka ardhë kot aty. Aty. S'ka ardhë kot aty. Lartë, në marrë kohë, Ai manastiri ka parë. Që na pikë manastiri? po në një vit për vitet. Jo, është një etapë të rrugës. Shkoj vetëm për ta ecë. Vetëm në shtatë. Po ta dozoj ty. Ose mbasi është hap me rrugë. Hajde ty vesë. Do ta kthej prapë të premten. Po në park na njëta. Vetëm me vargë Sa herë që dëgjoni. Më thënë që ka hy. Më lodh, ha? Më thënë që ka hy. Jo, pas një 2 javësh, pasi ka fillu misioni i mbarë këtu. Dhe me bugra nuk e kam thënë unë. Se po ti nuk e mban mend. S'ka rëndësi. Po e ka gjetë. Si që më dojtë e dje. Po mistero. Misteri biçit. Sara ka ngel në qik verë. Gjamin që kam bota është në Tiranë. Kam to e pika kem rezervë, se si gjej ma. Gjamia namazgjo. Shumë qa, u bëra fund me këta. Kam dhe dyqane me Tiranë aty. Do shkojmë të aty, kur të dalim. Kur dalim nga këtu. Aty me ty? Aty. Aty ti kur do shkosh ti? Që me di tjetër ne. Fliste dje, dhe unë e bëja vetëm edhe herë pas herë. Apo nuk është kështu. Ti si mendon? Edhe ti? Edhe pra, Po për Belin sot, ajo ka qenë e bukur ajo Belin. Belin sot, unë punoja, më rrinte këtu. Ore, djetë e Ato stava. jo, që tha... Ja, tha ky, viso Kush e tha ka keta. Belin me... Ku o Belin me komën e majt, me atë... Unë i kom qef gjitha dhe dashkën e kom majt, që që për ta lej, tha, në atë me djathë, tha. Mundi kisha më qef